zoti Vučić. Është e rëndësishme në fakt edhe për qëndrimet që mbajnë lider si Viktor Orban, që e pam vetëm pak çaste më parë në takimin me kryeministrin Rama në momentin e mbërritjes, por edhe për zotin Vučić, duke pasur parasysh edhe ndonjë deklaratë që shkon përtej Bashkimit Evropian, duke mbështetur edhe Rusin mike të tyre. Normalisht pyetjet për gazetarët nuk lidhen vetëm me Shqipërinë dhe samitin, në momentin që kanë liderët përballë, secili shfrytëzon për të bërë një pyetje, Vučić për shembull në raport me vizitën në Rusi, sigurisht që do të ngacmohet dhe ngacmohet nga gazetarët. Vetëm pak minuta më parë, në fakt Kalas, përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme e Bashkimit Evropian, u pyet për dialogun Kosovë-Serbi. Një ndër pikat më delikate të rajonit. Mundësia e përballjes një lideri të caktuar me gazetarët i jep mundësinë që të bëjmë pyetje nga më ndryshme, secili ka interesin e vet, le të themi se ku dëshiron të rrah apo ku dëshiron të ngacmojë lider të ndryshëm. Ne po thonim, thuaj. Thjesht duhet të ndalem pak në një moment të rëndësishëm fakt për Shqipërinë. Ndrit vjen ky samit me njëherë pas një procesi të rëndësishëm zgjedhor, ku dolën disa rezultate që ndoshta shumë kush nuk i ka pritur. Në këto momente kryeministri Rama merr një mandat të katërt, një mandat bindës të katërt, ku me pak mundim ndoshta nga ana e tij edhe mund të ndryshojë kushtetutën. Është një moment delikat, se nuk po flasim për nuk po flasim për duke marrë ekstremin, sigurisht, nuk po flasim për ligje që mund t'i kalojë me shumicë të cilësuar që tashmë e ka në dorë, por si shërben rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, po e shohim në këtë aspekt në këtë momente se kemi një samit të rëndësishëm që mbahet në Tiranë. Për t'i qetësuar të gjithë edhe veten, ndoshta nuk i ka zoti Rama shifrat për të ndryshuar kushtetutën. Me pak mundime thash, do duhet të blej, të bëj ndonjë blerje. E kuptova dhe e pranova ngacmimin tënd. Por thash duhet amati edhe t'i serem njerëzit për të ndryshuar kushtetutën, duhen 94 vota dhe Rama është diku te 10 vota larg këtij numri, sigurisht që na ka treguar historia jonë politike që nëse humoret politike përputhen dhe mes mazhorancës dhe rivalëve të vet në opozit, nuk ka gjë që nuk ka ndryshuar në këtë vend, kështu që le të themi që nuk mbetet vetëm në dorë të Ramës në këtë sens. Por për të shkuar te thelbi i pyetjes është absolutisht shumë e rëndësishme. Një mazhorancë e tillë kaq e rëndësishme është, le të themi, domethënëse dhe sa i përket rrugtimit të Shqipërisë në drejt Bashkimit Evropian. Zoti Rama e kërkoi votën pikërisht për të ndihmuar atë dhe qeverinë e tij për të përshpejtuar hapjen dhe punën drejt Bashkimit Evropian dhe në këtë sens dhe qytetarët mund të themi se deri diku ja dhanë dhe ai e ka cilësuar votë referendare për drejtimin në Europë dhe të tillë e konsideruan dhe liderët e Bashkimit Evropian në një farë mënyrë, ndonse gjua mund të ndryshonte fjalë, por pak e shumë thelbi, le të themi, përputhje i mesazheve të liderëve evropian të këtyre ditëve, reagimeve të tyre publike pas zgjedhjeve dhe zotit Rama. Pra është parë gjerësisht si një votë referendare drejt Bashkimit Evropian. Me të drejtë apo pa të drejtë nuk është ky momenti ta diskutojmë, sepse ka shumë nga radhët e opozitës që thotë që po dhe vota jonë nuk ishte kundër Bashkimit Evropian dhe e drejtë është dhe kjo, por është, le të themi, një çështje për diskutim dhe debat në një moment të dytë. Një mazhorancë e tillë, zotit Rama, i heq çfarëdoloj preteksti dhe çfarëdoloj justifikimi në të ardhmen për sa i përket kushteve që kërkohen qeverisë dhe Shqipërisë në vetvete për të plotësuar në rrugën drejt integrimit. Shpeshherë unë e përmenda pak më herët, ndonjëherë kemi qenë gati ne, por s'kanë qenë gati ata, pra Europa na ka bllokuar, ndërkohë që shpeshherë kur ata na kërkonin, na thrisnin, na bënin thirrje për të përshpejtuar, ishim ne ata që nuk ishim gati, sepse këto cismicet tona të brendshme, të kujtohet në 2013-ën, 3 ligjet e famshëm të integrimit u konsideronin atëherë dhe Rama nuk pranonte që ti votonte, kërkoi vota e Partisë Socialiste për të zhbllokuar këtë moment. Pra është një shembull klasik se si një herë këtej dhe një herë andej, kushdo që ka qenë në pushtet apo në opozit, palët politike në Shqipëri kanë luajtur me integrimin dhe ka vendosur atë, le të themi, nën interesat personale të subjektit politik. Ndonse do duhet të kishte qenë mbi interesat personale të partive. Rama me shumicën që ka, që de facto është një shumicë e cilësuar, le themi që një justifikim i tillë i bie tashmë politikisht dhe gjithë përgjegjësia i mbetet atij. Po, e ndjekim pak Vjosa Osmanin që po flet për mediat presidenten e Kosovës, edhe çojmë edhe se cili do të jetë interesi i mediave për presidenten e Kosovës në këto momente që po flet në këtë kalim sigurisht për të shkuar drejt një takimi të rëndësishëm që mbahet sot, samiti i komunitetit politik evropian
në Shqipëri.